Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, po ndiqni lajmet e gjuhës shqipe në televizionin K3. Kryetari i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë Trajko Veljanovski porositi politikanët të ndjekin shembullin e vëllezërve Shën Kirili dhe Metodi dhe të japin kontribut për shtetin. Veljanovski veçqeras theksoi gjithçka të bashkohet në një dhe bashkimi të jap kontribut për ardhmërinë e fëmijëve tanë të Maqedonisë dhe të popullit të saj. Kryetari i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë Trajko Veljanovski, i cili e kryeson delegacionin shtetëror kishtar në manifestimin Maqedonia në nder të Shën Kirilit dhe Metodit, sot ua uroi festën popullit maqedonas dhe porositi për bashkim të maqedonasëve. Maqedonia dhe populli i saj për të 48-ën herë në vazhdimsi, siç u shpreh ndërime dy vëllezërve të shenjtë Shën Kirili dhe Metodi, iluministët mbar sloven, të cilët kanë kontribuar shumë për shkrim leximin e shteteve europiane dhe posaçërisht për popullin e Maqedonisë. Çdo herë them se me mesazh kryesor është se duhet të ketë bashkim të popullit maqedonas për Maqedoninë, sepse këtë e meritojnë edhe paraardhësit, edhe pasardhësit, edhe ardhmëria dhe e kaluara. Gjithçka të bashkohet në një dhe bashkimi të jetë kontribut për ardhmërinë e fëmijëve tanë të Maqedonisë dhe popullit të saj, theksoi Veljanovski. Ai shtoi se duhet t'i kemi shembull të gjithë të cilët paraprakisht kanë kontribuar, siç janë vëllezërit Kirili dhe Metodi dhe gjithashtu edhe Shën Klimenti. Presidenti i Republikës së Maqedonisë personalisht e ka fshirë referencën e përkohshme IRJM. Në të ka shkruar Maqedonia dhe pastaj e ka vendosur në nënshkrimin e tij. Nikoqirët nga Turqia me Duart Rokigje kanë pritur gjestin e këtillë të presidentit Ivanov dhe njëkohësisht kanë shprehur keqardhje për këtë. Në galën mbrëmjen e cilën në nder të liderëve botëror organizoi presidenti Recep Tayyip Erdogan në kuadër të samitit në Stamboll, pakëndshmëri tek nikoqirët turk dhe tek delegacioni i Maqedonisë ka shkaktuar fotografia e përbashkët familjare nga samiti në të cilën presidenti Gjorgje Ivanov është shkruar si presidenti i IJRM-s. Situata e pakëndshme, siç transmetojnë raportuesit e Maqedonisë nga samitin, e ka zgjedhur personalisht presidenti Ivanov, pasi që nikoqirët kanë vërejtur se Ivanov në fotografinë e përbashkët familjare nga samiti që është në Organizim të Kombeve të Bashkuara është shkruar si presidenti i IJRM-s. Kjo ka shkaktuar pakëndshmëri për shkak edhe vet ata nuk kanë pritur një gjë të tillë. Presidenti i Maqedonisë personalisht e ka fshirë referencën e përkohshme IJRM nën të cilën ka shkruar Maqedonia dhe pastaj ka vendosur në nënshkrimin e tij. Nikoqirët turk kanë shprehur keqardhje për këtë pakëndshmëri dhe me Duart Rokigje e kanë pritur gjestin e këtillë të presidentit të Maqedonisë, ndërsa mbështetje për qasjen e tij të drejtë për drejtë kanë dhënë edhe një pjesë e liderëve të pranishëm. Presidenti Ivanov qëndron për vizitë pune në Republikën e Turqisë, ku po merr pjesë në samitin humanitar botëror në Stamboll në Organizim të Kombeve të Bashkuara. Përmbyllja sa më e shpejtë e çështjes së demarkacionit është në interes të dy shteteve, të Republikës së Kosovës dhe të Malit të Zi, është shprehur presidenti i Republikës së Kosovës Hashim Thaçi. Demarkacioni mes Republikës së Kosovës dhe Malit të Zi është punë e kryer sipas presidentit të Kosovës Hashim Thaçi. Ai ka deklaruar se Kosova dhe Mali i Zi nuk kanë çështje të hapur. Përmbyllja sa më e shpejtë e çështjes së demarkacionit është në interes të dy shteteve, është shprehur presidenti. Njëkohësisht, ministri kosovar i eurointegrimeve Bekim Çollaku porositi se marrëveshja për demarkacionin duhet të ratifikohet në parlament, më së voni deri në fund të qershorit ose fillim të korrikut. Sipas tij, demarkacioni ka qenë kërkesë nga fillimi i procesit për liberalizimin e vizave dhe nuk është asgjë e re siç konsiderojnë disa palë të kyçura në këtë proces. Jemi këtu për të ndryshuar rrjedhën e së ardhmës. Sot deklarojmë se jemi një njerëzim me përgjegjësi të përbashkëta. Zonja dhe zotëri, le të angazhohemi këtu sot, jo vetëm të shpëtojmë jetë njerëzish, por edhe ata të kenë një jetë me dinjitet. U bëri thirrje të pranishmëve sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Ban Ki-moon, në samitin në Stamboll.
Udhëheqës nga e gjithë bota u mblodhën në Stamboll të Turqisë për një takim humanitar të nivelit të lartë me shpresa për të përcaktuar protokole konkrete për të përballur krizat të ardhshme refugjatësh. Takimi mbështetur nga Kombet e Bashkuara, që vazhdon deri të mërkurën, parashikohet të shërbejë si kamban alarmi për të marrur me katastrofat dhe zbuqjen e ekspozimit të vendeve në zhvillim. Kancelaria gjermane Angela Merkel bëri thirrje për konsolidimin e konsensusit global për parimet humanitare. Është një katastrofë që jemi të detyruar të flasim për nevojat e zbatimit të ligjit ndërkombëtar, e megjithatë e shohim në Siri, Yemen dhe vendet e tjera se spitalet sulmohen sistematikisht dhe mjekët humbin jetën. Kjo është një shkelje flagrante e parimeve humanitare, tha zonja Merkel në takimin në Stamboll. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon u bëri thirrje të pranishmëve që të ndihmojnë njerëzit me nevoja për një shans më të mirë të ardhmet më të mirë. Mbi 125 krerë shtetas dhe qeverish u mblodhën së bashku me përfaqësues të Kombeve të Bashkuara në Turqi, që është goditur rënd nga kriza e emigrantëve në Evropë. Presidenti Recep Tayyip Erdogan u bëri thirrje vendeve që të punojnë së bashku për të zgjidhur problemin. Ne si udhëheqës dhe njerëz të përgjithshëm të komunitetit ndërkombëtar do të kemi sukses nëse punojmë drejt parimeve dhe synimeve të përbashkëta. Turqia aktualisht trehon 2.7 milion refugjatësh të konfliktit në Siri. Takimi i Stambollit ka si objektiv zhvillimin e masave më efektive për ata që Organizata e Kombeve të Bashkuara e ka quajtur gjendje më të keqe humanitare globale që nga lufta e dytë botërore, me rreth 130 milion veta që kanë nevojë për ndihmë. Synimi është që konferenca të mbizotrojë mbledhjen e fondeve dhe që udhëheqësit të bien dakord për çështjet nga marrja e masave për civilët e shpërngulur, e deri tek rikonfirmimi i angazhimit për të respektuar ligjin ndërkombëtar, por skeptikët kanë shprehur shqetësimet se takimi nuk do të sjellë shumë rezultate konkrete. Mourinho dhe Guardiola kanë nisur një garë në prag të Mercato së verës për të transferuar në skuadrat e tyre lojtarët më të mirë të momentit. Ata nuk janë vetëm dy trajnerët më të mirë në botë, por janë edhe dy rivalët e betuar njëri tjetrit. Pep Guardiola dhe Jose Mourinho do të jenë rivale edhe në Premier League. Ata nuk janë vetëm dy trajnerët më të mirë në botë, por janë edhe dy rivalët betuar njëri tjetrit. Kështu ishin edhe kur drejtonte njëri Realin dhe tjetri Barcelonën. Përsëri do të jenë rivalet me njëri tjetrin pas disa vitesh në një kampionat tjetër dhe skuadra tjera, por në një qytet tjetër. Mourinho dhe Guardiola kanë nisur një garë në prag të Mercatos së verës për të transferuar në skuadrat e tyre lojtarët më të mirë të momentit. Gazeta spanjolle AS ka publikuar një listë prej 5 futbollistëve për të cilët do të luftojnë dy trajnerët e njohur për t'i transferuar në radhat e veta lojtarat më të mirë. Sipas gazetës, ata janë John Stones i Everton, Sergio Busquets i Barcelonës, Toni Kroos i Real Madridit, Neymar i Barcelonës dhe Alvaro Morata i Juventusit. Moti sot në mbar vendin ishte i ngrohtë dhe me diell, pati edhe erë të lehtë. Temperaturat e paraditës ishin nga 2 deri në 5 gradë Celsius, ndërkaq temperaturat gjatë ditës ishin nga 7 deri më 27 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, ishte kjo e tëra që kishim përgatitur për këtë edicion lajmesh. Natën e mirë.